Kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës Vullnet Sinaj ka zhvilluar mbrëmjen e djeshme takimin përmbylljes të fushatës së tij elektorale në qytetin e Vlorës. Një pjesëmarrje masive simpatizantëve dhe mbështetësve të tij dhe Partisë Socialiste e shoqëroi këtë tubim elektoral, duke dhënë sinjale të forta mbështetje në prag të ditës së votimit. Të pranishëm në këtë tubim ishin edhe kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dreda, kryetari i Bashkisë së Lenicës Nertil Bellaj, si dhe përfaqësues të tjerë të rëndësishëm të vendimarrjes lokale dhe qendrore. Sinqerisht, jam emocionuar që shikoj që ky shesh, i cili në fakt duket i vogël pamje të parë, është një shesh i mbushur plot e për plot. Kjo tregon edhe një herë forcën e karakterit, forcën e vullnetit, atë pjesën e brendshme se sa punëtor dhe sa janë mbajtur. Është ky njeri që kemi përballë sot që e ka emrin Vullnet Sina. Për ty vullnet mund të flasësh gjithë ditën me lehtësinë më të vogël mundshme, sepse ke bërë aq shumë për Vlorën, ke bërë aq shumë për lumin e Vlorës, për gjithë komunitetin dhe ke qenë konstant dhe koherent në gjithçka në shërbim të komunitetit që përfaqëson denjësisht. Dhe unë për këtë, në emër gjithë qytetarëve pronjas që janë sot këtu, falenderoj. Ky shesh i mbushur kaq plot, me këtë energji kaq pozitive dhe me ju fisnik e shprehni mirësinë në sytë dhe fiturat e gjetura, është garancia e fitores e Edi Ramës, e Partisë Socialiste dhe kandidatit për deputet Vullnet Sina. I vetmi deputet që nuk trahton besën e dhënë është kandidati Vullnet Sina. Vullneti është shoku, miku dhe dera e hapur për Vlorën dhe Lavërinë. Shteta jonë do të jetë e plotë, e gjithanshme, e fuqishme. Ju jeni familiarizuar me kalimin e sfidave, sepse ju keni një përvojë të gjatë parlamentare. Keni këmbguljen tuaj në çuarjen drejt në fund të problematikave, por mbi të gjitha ju keni mbështetjen qytetare. Në fjalimin e tij, kandidati Sinaj u shpreh me krenari për angazhimin shumëvjeçar në shërbim të qytetarëve të lumit të Vlorës dhe zonës së lumit të Vlorës, duke thënë se ka zgjedhur të jetë zëri i popullit, duke lobuar me këmbgulje për projekte që sot janë realitet. Gjithë përkraja juaj më nderon, ajo është përgjegjësi e shtuar për mua. Kjo pjesëmarrja juaj kaq madhështore tregon se ne jemi bashkë për njëri tjetrin, për familjet tona, për shoqërinë tonë dhe për Shqipërinë tonë që sot është kaq afër Europës. Unë nuk kam qenë asnjëherë deputet ndërkombëtar apo deputet i Tiranës, por gjithmonë kam qenë dhe e them me krenari deputeti i Vlorës dhe i lumit Vlorës. Kam ngritur zërin dhe kam lobuar për shumë projekte që sot janë realitet. Pas aeroportit do bëhet dhe gruda që na lidh me rrjetin evropian. Edi Rama është ai vetmi ai që realizon ëndrrën tonë ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Unë kam vullnet për të qenë deputeti juaj. Ju kërkoj të tregoni vullnetin tuaj për të më votuar, sepse kur më votoni mua, ju bëheni forca dhe zemra ime. Dhe unë bëhem krau dhe zëri juaj në kuvend.